Pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025, situata politike në Kosovë ka marrë një intensitet të ri. Edhe pse rezultati i zgjedhjeve ende nuk është certifikuar dhe nuk ka filluar procesi formal për krijimin e qeverisë së re, ndërkohë që mandati i presidentes Vjosa Osmani përfundon në prill, duke i vënë institucionet përballë sfidës për të siguruar vazhdimsinë e shtetit. Në këtë kontekst, deklaratat e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), që refuzon të votojë kandidatin e propozuar për presidente të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), që kushtëzon votën me një marrëveshje politike, janë parë si shenja të një bllokimi potencial të institucioneve. Ekspertët theksojnë se këto qëndrime tregojnë një mungesë reflektimi nga partitë opozitare pas humbjes së zgjedhjeve dhe rrezikojnë të dëmtojnë funksionimin normal të shtetit, duke ushqyer tensionet politike dhe duke kërcënuar proceset demokratike, kurse mandati i presidentit shihet si një test për aftësinë e opozitës për të vepruar me përgjegjësi institucionale dhe respekt për demokracinë. Agim Aliçka, i drejtori ekzekutiv i LQSH-s, ka thënë për Bota Sot se qëndrimet e PDK-s dhe LDK-s tregojnë se ato nuk e kanë planuar humbjen dhe po vazhdojnë sjelljen që dëmtojnë demokracinë dhe funksionimin e institucioneve. Ai e konsideron bllokimin e zgjedhjeve të presidentit si të keq dhe jo normal, edhe nëse nuk është shkelje e kushtetutës. Më 28 dhjetor 2025, populli i Kosovës e ndëshkoi opozitën me votë për shkak të gabimeve katastrofale të së kaluarës dhe bllokimit të shtetit. Deklaratat e PDK-s se nuk do ta votojë presidentin dhe të LDK-s se nuk do ta votojnë askënd pa një marrëveshje politike tregojnë se ata nuk e kanë kuptuar se i kanë humbur zgjedhjet. Duket se PDK-ja po e konsideron një humbje të vogël si fitore, ndërsa LDK-ja po e trajton një humbje të madhe si diçka normale. Është e qartë se krerët e partive opozitare e kanë humbur rrugën, në vend që të reflektojnë dhe të ndryshojnë. Të gjitha shenjat tregojnë se ata do të vazhdojnë me shkeljen e demokracisë dhe rrënimin e shtetit. Bllokimi i krijimit të institucioneve dhe i zgjedhjes së presidentit mund të mos jetë shkelje kushtetuese, por është i keq dhe jo normal në një shoqëri demokratike. E vetmja shpresë që mbetet është që antarësia e gjërave e tyre të gjejë mënyrën për t'i detyruar ata të kthehen në rrugën e duhur. Grenellat, Ramot dhe miliona dollar të Vučićeve nuk sjellin der, por as nuk i ndihmojnë askujt. Situata aktuale dhe ecja përpara janë shumë të thjeshta. Fituesit e zgjedhjeve kanë të drejtë dhe obligim të propozojnë kandidatin për president. Populli i Kosovës me të drejtë pret që kryeministri Kurti ta nominojë zonjën Vjosa Osmani presidente edhe për këtë mandat. Arsyetimi është i thjeshtë. Ajo i plotson të gjitha kushtet me aftësi dhe rezultate të pamohueshme. Kjo është në interes të Kosovës, të kryeministrit Kurti me koalicionin e tij dhe të partive opozitare, ka potencuar ai. Gjithashtu, Aliçka i ka theksuar se opozita mund të refuzojë Vjosa Osmanin vetëm me fakte dhe argumente reale, jo me qëndrime personale apo emocionale. Sipas tij, deputet opozitar duhet të votojnë ose të paktën të mos bojkotojnë seancën, pasi largimi nga salla është veprim antidemokratik dhe përgjegjës për bllokimin e shtetit. Ai paralajmëron se çdo dështim apo zgjedhje e re do të fatërohet atyre dhe popullit.